A ka dal njeriu jashtë orbite? A kemi shkuar në hën? Ndiqeni këtë material sepse kanë dalë disa teori vërtet të çuditshme që ja vlen për t'i diskutuar. Kush është rastisht, nëse nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqe se të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Në vitin 2016, një studiues autonom, Roberto Pisano, bëri një studim së bashku me dy shokët e tij dhe dëshmoi në mënyrë shkencore që stacioni hapësinor internacional, pra ISS-ja, nuk ka shkuar, pra nuk qëndron jashtë orbite, por gjendet brenda orbitës. Shumë e çuditshme, apo jo? Megjithatë, një tjetër studim që është bërë nga të tjerë studiues autonom, thon diçka të çuditshme që ja vlen thash për ta diskutuar. Në orbit, sipas të dhënave të stacionit NASA, gjenden rreth 17.500, parafërsisht, por le të themi 17.000 objekte sipër, me fjalë, jashtë orbite. Pra gjenden përreth orbitës së Tokës, por jashtë orbite. Pra ka rreth 17.000 copë ose pjesë që kanë mbetur ende në jashtë orbite. Tani na është mësuar, si thonë dhe studiuesit, që këto objekte lëvizin së bashku me atmosferën e Tokës dhe lëvizin me atmosferën jashtë toke. Si çdo thot kjo, lundrojnë, si mund të lundrojnë në ajër. Dhe dëgjoni se çfarë përgjigje dha NASA kur këta studiues i kërkuan se përse stacioni internacional nuk përplaset me këto objekte, sepse janë objekte të vdekura, si mund të quhen, njerëzore, por janë të vdekura. Dhe gjenden aty, në orbit. Pra, prej gjithë tyre viteve, ne kemi lëshuar në orbit gjithë ato raketa, shumë prej tyre kanë shpërthyer, një pjesë prej tyre kanë rënë në tokë, të tjerat kanë mbetur në orbit, ose jashtë orbite, sepse kur futen në orbitën, në zonën orbitale të Tokës, ato shkrihen ose nga shpejtësia bien në Tokë. Ato që mbeten, pra lëvizin në hapësirë dhe janë 17.000, sipas të dhënave të NASA-s e gjeni këtë, 17.000 copa të tilla që gjenden në hapësirë. Dhe këta zotërinjt i kërkuan NASA-s, si është e mundur që ju nuk përplaseni me këto, sepse pothuaj për ditë stacioni hapësinor internacional lëviz rreth planetit. Nuk e di, e keni vënë re kur na tregojnë ato imazhet që vazhdon dhe ecën. Dhe dëgjoni përgjigjen e tyre, sepse ne kemi bërë një sistem që i shmangemi këtyre objekteve. Më falni, janë 17.000, nuk është një. Çfarë është, një video game, që kalojnë? Më falni, është një pyetje kjo, pse më bëri shumë kurioz. Më bëri vërtet kurioz. Pra, këta, se pash një mori përgjigjesh dhe që të gjitha përgjigjet ishin pothuaj negative, pothuaj të gjitha, 90% të përgjigjeve ishin negative. Pra, të komenteve. Komentet ishin komplet negative që kapeshin me nasën, që thoshin që gënjen. Pra ne jemi në vitin 2025 dhe nuk e dim akoma nëse gjendemi jashtë hapësire, pra jashtë orbite dhe brenda orbitës. Bile ka disa të tjerë studiues që thonë që ato imazhet që shihni që gjoja janë jashtë orbite, që punojnë këta, si mund të quhen, këta astronautët, po ta vini re, si shton këta, po ta vini re, tutat e tyre sikur shtypen, nëse vini rreth në lëvizjet e tyre sikur shtypen ato tutat e tyre. Sepse dikush mendojnë që janë brenda në një vask me ujë të kulluar, të distiluar, dhe herë në fakt duken edhe flucka që dalin, të paktën kështu thon disa. Në disa video kam vënë që ndoshta është një montazh, nuk e di. Por në disa video thuhet që nuk është e vërtet që astronautët mund të qëndrojnë jashtë këtij stacioni dhe gjoja punojnë. Sepse nëse se do të gjendeshin në një stacion të tillë, si pas mendimit të tyre, mund të na tregonin edhe pjesë të këtyre
objekteve që gjenden. Në fakt, ç'është e vërteta, unë kërkova po thuaj 2 orë e gjysmë, në qoftë se do gjeja ndonjë imazh ose ndonjë, si mund të quhet, ndonjë dëshmi të stacionit NASA që të tregoj këto objektet që gjenden në hapësirë. Këto objektet, pra që kanë mbetur në hapësirë, ne i kemi parë, me fjalë, na i kanë treguar nëpërmjet 3D, të bëra me 3D, bëjnë botën e rrumullakut dhe disa pika rreth që të tregojnë që ka pjesë të mbetura, tanieve kozmike apo çfarë doni, që janë rreth 17.000, si thash, jashtë orbitës së Tokës, kujdes, që gjenden jashtë orbitës së Tokës dhe orbitojnë dhe lëvizin së bashku me planetin. Mirë po, doja t'ju pyesja juve, me teknologjinë që kemi sot, për shembull, është bërë ajo fotokamera që është me nuk e di sa 1000 piksel, nëse keni vënë re, apo miliona, nuk e mbaj mend, që nga sipër mund të fotografojë çdo gjë. Është bërë një makinë fotografike që ka kushtuar miliona dollar dhe me anë të kësaj, sepse ka një kualitet tepër, me fjalë është makina fotografia më e pastër që mund të dali. Dhe unë them tani, me gjithë këtë teknologji që kemi, me gjithë këto telekamera, fotokamera tjerë, si nuk kanë bërë një foto të këtyre objekteve që sillen rreth orbitës së Tokës? Si është e mundur? Është pyetje. Nuk ka asnjë përgjigje për këtë. Me një fjalë, më gjeni një foto që ka treguar stacioni NASA të këtyre objekteve që gjenden jashtë orbitës së planetit. Jashtë orbite po flas, që lëvrojnë dhe lëvizin ato 17.000 copa që gjenden jashtë orbite. Kjo më ka bërë më shumë përshtypje nga të gjitha ato çfarë kam lexuar për këtë argument. Pra, ti me gjithë këtë teknologji, me gjithë këtë zhvillim që ke, nuk ke telekamera jashtë stacionit hapësinor, sepse to telekamera i paskërke vetëm për të kapur imazhet e këtyre astronautëve që punojnë. Okej, dakord. Po ku janë këto objekte që na i keni treguar? Ku? Ke telekamera si jashtë këtij stacioni? Sepse padyshim ka, nëse duken astronautët që lëvizin aty, padyshim ka telekamera. Okej, dakord. Pse nuk na i tregojnë një herë, një foto më, një foto të vetme që thonë që ky objekt këtu, ose këto 2 objektet, po lëvrojnë në ajër, në hapësirë, dhe ne i kemi kapur me kamera. Nuk ka. Kjo më ka bërë më shumë përshtypje nga të gjitha, thash, gjërat. Pse po e diskutoj këtë? Sepse kjo më bën të mendoj, sepse unë kam bërë dhe një emision që se mbani mend me Donna Keir, një grua teknike që punonte në stacionin NASA për disa vjet, dhe ajo në një dëshmi, pasi e shkarkuan nga puna, në një dëshmi tha që me fjalë e shkarkuan nga puna se tha këtë dëshmi, në një dëshmi tha që në një pjesë e fotove që dalin në publik modifikohen nga stacioni, nga NASA. Dhe këtë e gjeni gjithandej, nuk e thot vetëm kjo, e thon dhe të tjerë. Pra nuk është vetëm një që e thon dhe të tjerë. Dhe pse duhet modifikohen fotot përpara se të dalin në publik? Për çfarë arsye? Pse? Për çfarë arsye duhet modifikohen? Shiko, është vërtet e çuditshme kjo. Sepse të modifikosh foto do të thotë që ka diçka që ti fshe. Dhe nga këtu fillon gjithë ajo anomalia ose pyetjet që bëjnë gjithë njerëzit, sepse njerëzit kanë të drejtë. Taksat, shpenzimet nga mbar bota shkojnë atje. Shkojnë pikërisht për të studiuar hapësirën. E përsëris edhe një, shiko, po të thuash shkencëtarëve këtë gjë, ose astronomëve, ose astronautëve që nuk kanë shkuar në orbit, të hidhen për fyti.
mund të japin jetën për këtë sepse ata kanë studiuar një jetë të tërë, dakord, një jetë të tërë kanë studiuar aty, dhe për ata është çdo gjë absolute, ashtu siç na i kanë servirur. Por unë bëj 3 pyetje, dhe pyetja e parë është, dhe do të dëshiroj që nëse ka mes nesh disa të apasionuar të këtij zhanri, do t'i rutesha një koment. Pikë së pari. Thash, në qoftë se ne kemi mësuar që jashtë orbite ekzistojnë 17.000, ose ndoshta edhe më pak, po le të themi 17.000 copa të mbetura dhe vërtiten rreth orbitës së tokës, mund të më tregoni një foto të vetme të këtyre foto origjinale, jo të bëra në 3D, origjinale, një foto, vetëm një. Dhe unë do ta mbyll gojën, sepse do besoj dhe unë në atë moment. Pyetja 2. Nëse njeriu ka shkuar në hënë në vitin 1969, pse kanë kaluar 56 vite, po thuaj, dhe nuk shkoi më njeriu në hënë? Tregohet që kemi shkuar sërish, por kemi shkuar pa njeri, pra vetëm kemi dërguar mjete. Pse nuk shkoi së dyti njeriu në hënë? Njerë tjetër. Por akoma, ende sot 56 vite, pra më shumë se 50 vjetë që sot me një teknologji që kemi, duhet kështë shkuar 30 herë, jo njerë. Pse nuk kemi shkuar? Dhe kjo është pyetja e dytë. Do dëshiroj thash një përgjigje. Dhe pyetja e tretë. Mundet që të gjendemi në një kotec pulash, ose më mirë stall lopësh që rriten ashtu siç rritim dhe ne, pulat apo derrat apo lopët në përstalla, dhe ata që dominojnë, kush dominon pra, që janë ndoshta më të zhvilluar se njeriu, kontrollojnë dhe marrin ose e mbajnë njeriu për diçka. Mund të jetë kështu? E mbajnë si ne mbajnë pulat, apo rosat, apo ku ta di unë, që shtojmë këto kafshët. Mund të jetë që edhe njeriu e mbajnë në këtë formë disa forma të jetës që ne nuk mund t'i perceptojmë, disa i quajnë alien apo jashtëtoksor. Mund të jetë kështu? Dhe do të dëshiroja një përgjigje, thash, për këto të paktën, këto 3 pyetje, do të dëshiroja ndonjë përgjigje. Do të dëshiroja edhe një komentin tuaj, të gjithë ju që jeni këtu, sepse ja vlen për ta diskutuar. Jetojmë në këtë botë dreqëmori. Do të dëshironim edhe ne të kuptonim pse kemi ardhur, kush jemi. Këto janë të gjitha ato pyetje që edhe shkencëtarët vetë kanë bërë prej vitesh dhe ende sot nuk kemi asnjë përgjigje. Kush jemi? Nga kemi ardhur? Pse jemi këtu? Këto janë pyetje të rëndësishme. Dhe ndoshta duke filluar nga këtu, pra të kuptojmë këto pyetje që ju bëra më përpara, nga këtu mund ndoshta të kuptojmë me të vërtet sensin e jetës dhe sensin e njeriut. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj. Ditën e mirë.